3 persona kanë humbur jetën në mënyrë tragjike. 2 persona u vranë, ndërsa vrasi vrau veten, për një çështje që mund të ishte zgjidhur shumë thjesht. Shihni këto pamje. Imazhet i takojnë momenteve kur shefi i policisë së Roskovecit, pra të zonës ku ka ndodhur krimi, i afrohet autorit të vrasjes për të negociuar lirimin e vajzës. Nuk po përdor emrat e tyre se nuk dua që tashmë, pavarësisht se janë bërë publik, vazhdimisht flitet. Ky është momenti final, po t'ju tregoj të gjithën, kur shefi i policisë afrohet mbasi vrasi ka pranuar që ta lirojë të fejuarën ose partneren e tij, por nuk ka pranuar që të largohet vetë. Shihni, është momenti i parë kur vajza po largohet së bashku me shefin e policisë, ka një moment që autori madje i hedh asaj me sa duket edhe sandalet apo pantoflat, pra gjërat që kishte veshur. Shihni, merr shefi i policisë, i cili largohet mbasi i ka folur sërish autori duke i kërkuar atij që të gjejë një zgjidhje, të ul armën, dorëzohet sepse konflikti mes tyre do të zgjidhej. Ky është momenti kur ai largohet së bashku me vajzën. Është një moment në fakt për të përshëndetur për policinë, sepse është goxha i rrezikshëm. Shihni momentin kur largohen, vajza është transportuar më pas me ambulancë drejt spitalit Fierit për arsye të gjendjes shumë të rënduar psikologjike. Pra shefi e lë vajzën në një moment aty, ja ku janë edhe snajperat e Reneas, dhe kthehet mbrapsh. Pamja këtu është më e plot sepse tregon gjithë momentin. Shihni, mbasi ka negociuar për 4 orë e gjys, policia, madje vetë shefi me megafon në dorë, pra shefi i zonës, i kërkon autorit të vrasjes që të ul armën, të dorëzohet dhe të liroj vajzën. Autori shkoi në shtëpinë e vajzës në orët e para të mëngjesit. Ai vrau babain e vajzës, plagosi nënën e vajzës. Nëna e vajzës ndroi jetë më pas në spital duke regjistruar 2 viktima. Rrëmbeu partneren e tij dhe me makinë u largua dhe u kërkua nga Renea për një kohë të gjatë. Renea si u desh kohë që ta identifikonte ku ndodhej, e rrethoi, e bllokoi, por duke e ditur që ishte i armatosur dhe që kishte një peng me vete, ndërhyrja e Reneas ishte shumë e vështirë. Është negociuar me orë për të kuptuar se çfarë ndodhte tamam. Prindrit dhe vllai i autorit deklaruan se autori kishte dërguar shumë para në drejtim të familjes së vajzës dhe vajzës nga Anglia ku jetonte, por këto para ishin refuzuar më pas nga familja e vajzës që t'i jepeshin. Ky është pretendimi i familjes së autorit. Ka pretendime tjera që lidhen pasaj me faktin që vajza nuk donte të jetonte me të, por të gjitha këtu, deri këtu nuk kemi asnjë gjë të saktë, sepse vetë autori vrau veten, vajza është në gjendje shumë vështirë dhe nuk mund të shpjegojë, ndërkohë 2 prindrit e saj kanë ndruar jetë, pra nuk jetojnë më. Sikurse thash edhe një herë, konflikti duket se ka nisur për këtë gjë. Ky është edhe një herë momenti kur autori pranon që t'i dorëzoj vajzën shefit të policisë, pra të mos kishte më peng me veten, ndërkohë që i ka deklaruar atij që nëse afrohet më shumë do të vras veten, sepse ishte i gatshëm ta bënte një gest të tillë. Pra edhe një herë po shihni të njëjtin moment që u përsërita pak më parë. Çështja është se vetë personi ishte në arrest shtëpie dhe është larguar nga arresti i shtëpisë. Pra ka një dështim dhe të institucioneve. Ja momenti kur vajza del, ajo ulet në tokë, nuk e di tani nëse e komandon ai, pra i kërkon ai që të ulet në tokë. Shefi i policisë afrohet, duket që është i pa armatosur, pa jelek antiplum, paktën kështu duket, por me siguri snajperët e kanë në target autorin e vrasjes, e merr vajzën, e largon pak metra më tutje, kthehet për t'i folur sërish autorit të vrasjes, ndërkohë është një moment tani që dallohet se si autori i hedh edhe këpucët apo sandallet e vajzës. Një moment i hedh nga brenda makinës dhe është oficeri si afrohet oficeri i policisë, i merr të dyja ato që i hedh dhe kthehet sërish, arrin të flasë me vrasin, pra i kërkon atij të ul armën dhe të dorëzohet. Sipas të dhënave të gazetarëve që kanë qenë aty, shefi i ka garantuar atij që gjithçka do të zgjidhet. Ky është momenti më pas kur ai largohet së bashku me vajzën për ta çuar brenda, shiheni, e merr
merr hopa për arsye se vajza nuk ecën dot, e çon brenda perimetrit të sigurisë, ku janë forcat policore, e dorëzon vajzën, e lë të qëndrojë, domethënë i kërkon të qëndrojë aty dhe kthehet mbrapa për të folur vetë me autorin. Autori duke që ishte në moment depresioni dhe nuk përbënte atë rrezikshmërinë e parë. Kjo ngjarje në fakt mund të ishte evituar. Ka një problem të tmerrshëm. 3 veta humbën jetën. 2 babai dhe nëna e vajzës. Një vajzë që do të jetojë traumatizuar gjithjetën dhe vetë autori vrau veten. Problemi kryesor qëndron se çfarë u fitua me këtë gjë. Unë e kuptoj që momentet emocionale janë të vështira. Unë e kuptoj që ka njerëz që në moment caktuar e kanë shumë të vështirë të reagojnë. Por thelbi i çështjes është nuk është zgjidhje pjesa emocionale, nuk është zgjidhje reagimi pa logjik. Në rast të tilla logjika është e vetmja gjë që mund të funksionojë. Mund të funksionojë se ndryshe çfarë kuptimi ka për një borxh, për një hatërmbetje, për një problem që ky djalë mund të ketë pasur, qoftë edhe për një shkelje të ligjit. Të gjitha rregullohen. Mosmarrveshjet që mund të lidhen me parat, zgjidhen gjykata, zgjidhen prokurori, zgjidhen polici, zgjidhen institucione të tëra që janë certifikuara për këtë gjë, në mënyrë absolute të certifikuara për këtë gjë. Nuk zgjidhen me vetgjyqësi, me emocione, me reagime të këtij lloji. Nëse ishte problem emocional, zgjidhet sërish me një negocim, me një ndërmjetësim, me familje, me miq, me të afërm. Shqipëria ka me mia probleme, ka probleme pronash, ka probleme konfliktesh, ka probleme si çdo vend që ka probleme strese të përditshme. Nuk mund zgjidhet çdo gjë duke shkrepur armët. Humbën jetën 3 persona dhe në fund çfarë u zgjidh? Ta zëm që ishte një problem i financave, pra problem lekësh. Çfarë zgjidhi autori duke vrarë 2 persona dhe veten e tij? Kush ishte zgjidhja që i dha problemit? Ta zëm që ishte një problem që lidhej, nuk e di, me çështjen e emocionale apo të raporteve ti me vajzën. Çfarë zgjidhi duke vrarë veten edhe 2 prindrit e saj? Absolutisht asgjë. Edhe një herë po ju bëj një thirrje sepse është e pashëmbullt. Mos bëni vetgjyqësi. Vetgjyqësia në radhë të parë është shkatrim për ju vetë. Duket sikur ti hakmerresh ndaj personit, por në fakt ke shkatruar veten të parin. Nuk ka më reagimi i dhunshëm, reagimi i burrave që rrafin gratë, që vrasin gratë, reagimi i personave që përplasen me njerëzit që kanë konflikte, nuk është zgjidhje, nuk ka qenë zgjidhje në asnjë vend të botës. Po të ishte zgjidhje, do kishte kombe popuj tjerë që do ta zbatonin para nesh. Është kriminale që ne të mbështetemi te vetgjyqësia. Thash edhe një herë, 3 persona humbën jetën, nuk janë më, për një çështje që mund të ishte zgjidhur në mënyrën më të thjeshtë me ndërmjetësimin ose me ndërhyrjen e autoriteteve. Ndaj po them edhe një herë, qetësohuni dhe zgjidhini punët në mënyrë ligjore. Kaq se unë nuk di të them më shumë, por kjo ngjarje ishte tronditse.